Peter Magyar, në Hungari, ish ministri i Urban, i hëngri kokën këtij fundit. Saljani dhe Spiropali. A janë Magyar të politikës shqiptare që mund t'i hanë kokën shefave të tyre? Ja. Pa ata e din këtë gjë apo e din vetëm ti? Pra, e din edhe vetë ata. Kur të vdesin ata, atër mund të dalin ata. E kuptova. Pra kjo është e vetmja mënyrë, nuk ka atë. Do ja hajnë dot kokën shefave të tyre? Rojtëllë. Po sa shanse ka, po me urim me diun? Urimin mundohen ta që ke 100%. E kuptoj. Se mbas dëshirës time. Por për të mirën e këtij vendi shpresoj të ndodhet. Mira me hangër kokat. Mirë është me hangër kokat. Do të mi përkala. Si do t'jenë më të këqij se këta nuk janë. Fusheja i tha Napoleon Bonapartit, madhëri, përse nuk e përshëndet turmën? Thaj, 2 fishi do dalin në sheshta, po qese do më presin kokën. Jo, nuk besoj që ndodh, Rama është sultan, i ka gjitha kështu Në kontroll. Në kontroll. Saljani dash kandidoje, dash mos kandidoje, qysh ka kap honin demokrat nuk e do kush. E kuptova. Kanë potencial që t'i hanë kokën shefave të tyre? Që t'i hanë kokën ato. Po sikur bëri kryeministri i ri i Hungarisë. Peter Jo t'i haj kokën. Ata duhet të ustojnë për politikat e mira, të reja që do në këtë sens e kisha, po në këtë sens. Kaq. Po do e dalin dhu? Varet. Ajo është atë dalësh ti në punën tënde, dhe dalun në punën time, dhe dalun në punën. Politika është egër? Jo, më nuk s'ka pse të jetë egër. Nuk është egër? A mendoni juve se Spiropali dhe Saljani do t'i hajnë kokat shefave të tyre? I don't know, mate, for real. What I think, in my opinion, sometimes cats and dogs attack the owner. So humans are another level. A mund të shihen këta si Magyar të rinj të politikës shqiptare që do t'i hanë kokën shefave të tyre? Për erazi, jo. Jo. Kur ariu nuk bie nga mushkonja. Këta e mushkonja, e? Sa ishte në shumë e krah atje të duroj me avionat tër botit e kishë Skënderbej. Sot në bë Hamza Kastriot. A mund të t'i hanë kokën shefave të tyre? Në Shqipëri ndryshon puna. Pse? O ndryshon se ne e kemi mendjen Kenjishi. Kenjishi. Ai edhe Zoti. E kuptova. Kaq tru kemi ne shqiptarët. Po në bakti e bujësi jemi ne. Ne mbahemi për tru. Në për emisione televizive flasim. Po për me shit parda, jemi të parën ne.